Ndrimi në një gjë vetme, në një detyr apo në një objektiv caktuar, është i rëndësishëm për me mësu. Po rrezikohet dhe nëse e shohim në ekran, besoj do ta kemi, nga viti 2004, mesatarja e vëmendjes ka pësuar rënje nga viti në vit, po them kështu. Në 2004, 2 minuta e gjysmë, 150 sekonda. Në vitin 2012, vetëm 75 sekonda. Në 2024, 27 sekonda, ndërsa studimet e fundit, për vitet e fundit, diku 12 deri në 8 sekonda. Pra, për një qerek shekullit, themi kështu, vëmendja e njerëzit ka shku drejt ditë kurrje të madhe. Pyetje për të gjithë kështu, se të gjithë kemi këtë problem, besoj. Apo na e vret, apo na e shkurton për qëndrimin, jo pajisje që kemi këtu, smartphone. Yll, po filloj me ty. Sigurisht që po, sepse jemi dëshmitar, dhe më thonë, të një realitetin që na po jetojmë, dhe do thotë se cili prej nesh ku minimum e ka një smartphone, mos thëmë edhe 2, po ashtu edhe në rrjetet sociale, do thotë edhe përmbajtjet e rrjeteve sociale që tashmë do më thonë se cënë herë janë duke u avancu ma shumë, sidomos me videot e shkurtra, ose reelsat që sot quhen ashtu. Normalisht që këto për trunin e njeriut kanë me qenë stimuj. Dhe truni jonë është i predispozum, do thotë ndaj stimujve të jashtëm, edhe në jetën e përditshme, mirë po sidomos kur ne përqendrohemi në një pikë të caktuar dhe do thotë në smartphone, ma konkretisht, edhe aty do thotë shohim video të vazhdueshme të cilat janë shumë të shkurtra. Do thotë truni jonë tenton me arrit një shpërblim dopamines shumë të shpejt. Do thotë në këtë formë shkon duke u adaptuar me këtë formë që na i servojmë. Dhe njëkohësisht shkon duke hup edhe atë durimin, si më thonë, me u përqendru ndoshta më gjatë në një qoftë në një video që është më e gjatë ose në një çështje e cila nevojitet një vëmendje pak më e gjatë ose një fokus pak më i madh. Faleminderit shumë. Zanja Bunjaku? Po, do të thotë sa i përket termit dhe bukurisë attention span, do doja unë të shtoj disa koncepte nga këndvështrimi im si pedagoge për katësirësim simdhënëse. Do të thotë nënkuptohet kohëgjatja e vëmendjes që i referohet një individi që sa mund të qëndroja i përqendruar në një detyrë të caktuar. Tu mund të themi se përfshihen edhe aftësitë themelore, siç është vëmendja, do thotë, fokusimi në një detyrë të caktuar, siç e tha edhe juve. Pastaj e kemi kujtesën, që është shumë rëndësishme, që do thotë nënkuptohet ruajtja dhe përpunimi i organizimi i informacionit dhe përpunimi i informacionit ku ndërlidhet do thotë mënyra se si truri e kupton dhe analizon atë që mëson. Do thotë në kontekstin e pedagogjisë, këto aftësi ndikojnë shumë në rezultatet akademike të nxënësve. Prandaj, si temë, do të thotë është mjaft e qelluar dhe është, mund të themi se është merakos. Do të ndalemi pastaj te kjo pjesa e mësimdhënja, pastaj nivelet ndryshme, se kjo fillon që nga parashkollorët, kur fillojnë të mësojnë ndoshta elementet edhe më herët, deri tek studentët që pastaj e kanë më pak se 8 sekonda vëmendjen. Po, nga ajo që po jetojmë, telefoni, celulari, a është ai shkaktari kryesor që po na bën këto? Mendoj që celulari si mjet, do të thotë, varet shumë se si menaxhohet përdorimi i tij. Prandaj, nëse... Apo e menaxhojmë, apo po na menaxhon? Po besoj që në kohën e sodit, sidomos për fëmijët, po edhe për të rriturit, është shumë vështirë të menaxhohet. Kështu që mund të themi se është edhe një prej faktorëve që ndikon në shpërqendrim. Ndikon. Dhe është shqetësuese mjaft. Jo vetëm për gjitha gjeneratat, po besoj. Gjitha gjeneratat. Faleminderit shumë. Arbër, ti merresh me sport, po megjithatë